bota e varrit nuk është një botë e vdekur. Ekziston kjo botë ku ti po jeton. Njëkohësisht, ekziston gjithashtu edhe një botë tjetër, të cilën ti nuk mund ta shohësh, por në fakt ti je vetëm një hap larg kësaj. Gjithçka fillon me një të vërtetë themelore. Ata që i kemi varrosur, në të vërtetë, nuk janë të vdekur. Ata kanë hyrë në berzah, një ekzistencë paralele ku ka njerëz që janë paq të gjallë sa ti. Disa po mbyten në lumen gjaku. Të tjerët po banojnë në shtëpi të bukura mes antarëve të familjes që kanë qenë të vdekur për dekada. Pra, çfarë është ky dimension? Dhe çfarë dim për njerëzit që banojnë në të? Dhe çfarë vlere ka për ne sot të dim për këtë botë? Si ndihmon kjo njohuri udhëtimet tona individuale në përpjekje për të gjetur rrugën për të kthyer tek Allahu? Shekuj më parë, ishte një ushtar që po ende në shkretë të tir, pranë Kufas në Irak, dhe po përpiqej të gjente qendrën e qytetit. Teksa po endej, hasi një nga dietarët më të njohur të kohës së tij, Ibrahim ibn Ethem, Zoti e mëshiroft, por ushtari nuk e njohu kush ishte ai. Kështu që ai u afrua dhe pyeti: "A je sklav?" Ibrahim i tha: "Po." Ai tha: "Ku janë banesat e qytetit?" Ibrahim ibn Ethemi tha: "Më ndiq." Pastaj e çoi në një varrez. Burri tha: "Të kërkova të më çoje në qytet." Ibrahim ibn Ethemi tha: "Është pikërisht këtu." Dhe tregoi përsëri varrezën. Kështu që burri, duke menduar se ai po tallej me të, e goditi në kokë dhe më pas e tërhoqi derisa gjeti qytetin, ndërsa njerëzit sa e pan erdhën duke brapuar dhe i thanë: "Çfarë po bën? Ai është Ibrahim ibn Ethemi." Ai tha: "Por unë e pyeta nëse ishe sklav." Ata i thanë Ibrahim ibn Ethemit: "O mësuesi ynë, pse nuk i the kush je?" Ai tha: "E po, ai më pyeti nëse isha sklav, por nuk më pyeti se sklavi kujt isha. Në fakt, unë jam sklavi Allahut." Ata thanë: "Po çfarë mendove kur ai të goditi?" Ai tha: "Bëra dua që Allahu ta shpërblente me xhenet." Ata thanë: "Pse do ta bëje këtë?" Ai tha: "Sepse e dija që do të shpërblehesha për shkak të tij dhe nuk doja që ai të ndëshkohej për shkakun tim." Ata thanë: "Mirë, por pse e çove në varreza?" Ai të pyeti për qytetin. Ibrahim ibn Ethemi tha: "Ku njerëzit shkojnë në varret e tyre, ata vendosen aty për gjithmonë. Askush nuk thehet më prej andej, që do të thotë se varreza është vendi i vërtet ku banojnë njerëzit, qyteti i vërtet. Po sikur të mund të shkonim te varret e paraardhësve tanë dhe thjesht i pyesnim për atë që po përjetojnë tani." Në një rrëfim nga Xhabir, Zoti qoftë i kënaqur me të, profeti i paqja e Zotit qoftë me të ka thënë se ishte një grup nga Ben Israil në të kaluarën që po udhtonin dhe rrugës kaluan pranë një varreze. Ata thanë me njëri tjetrin: "Le të falim 2 rekate dhe t'i kërkojmë Allahut të ringjallë ndonjë nga këta njerëz që të na tregojë për vdekjen dhe jetën në varr." Kështu që të gjithë falën 2 rekate dhe pastaj bën dua tek Allahu, dhe menjëherë pas kësaj, një burr u ngrit nga varri, duke shkundur pluhurin dhe tha: "O njerëz, kaq pak kërkua të dini. Atëherë, po ju them se unë kam vdekur 100 vjet më parë dhe vështirësia e momentit të daljes së shpirtit nuk më është larguar ende. E vërteta është se ne nuk na nevojiten të vdekurit për të na treguar se sa e vërtetë është vdekja, dhe se të gjithë ne do të përfundojmë në berzah një ditë. Por popullsia globale është afërsisht 8 miliard njerëz, ndërsa në berzah, në përvare, llogaritet të jenë rreth 117 miliard shpirtra të njerëzve që kanë ecur dikur mbi tokë. Thjesht mendo për atë që Allahu thotë: "Dhe ka kaq shumë njerëz dhe kombe ndërmjet tyre." A e di sa vite do të jetosh atje? Deri në ditën e gjykimit. Jo do të thotë se do të kesh një jetë më të gjatë në berzah se sa në këtë tokë. Madje, mund të transferohesh atje që nesër dhe të përfundosh duke jetuar atje 1000 vjet ose më shumë. Prandaj quhet jeta e berzahut, sepse atje do të kesh një jetë të plot, familje, miq, një banesë dhe fqinj përreth, ushqim dhe pije, por e gjitha kjo ndodh në një dimension tjetër. Dhe e gjitha po ndodh tani me paraardhësit tanë. Mendo për Musain dhe faraonin që janë të gjallë në atë botë. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e pa Musain, paqja qoftë mbi të,
duke u lutur i vetëm në varrin e tij, ndërsa njerëzit ende lexojnë për momentin kur ai ishte i vetëm në djepin e tij në Luminil. Gjithashtu, ndërsa ne sot e lexojmë për Faraunin, i cili dënonte njerëzit në gropa zjarri këtu në këtë botë, ai tani po dënohet në një grop zjarri atje. E gjithë kjo është paqe vërtet, sa ajo që kemi përpara syve tani. Vërtet mund të jetë e vështirë të perceptohet bota e përtejme, por ka disa porta të botës së përtejme, në të cilat ne mund të hyjmë që tani në këtë botë, dhe kjo ndodh kur ne jemi në gjumë të ndërrojmë. Ne të gjithë jemi vetëm një rrahje zemre larg nga hyrja në këtë dimension. Imam Hasan el Basri, Allahu e mëshiroft, ka thënë: "O biri i Ademit, ti nuk je gjë tjetër vetë se një numër ditash. Sa herë që kalon një ditë, një pjesë e jote është zhdukur." Edhe ata që bëjnë padrejtësi dhe krime duke e keq përdorur forcën dhe pushtetin e tyre, ata gjithashtu janë vetëm një numër ditash. Allahu thot: "Mos u ngut me ta. Ne po u numërojmë ditët e tyre." Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, e ka komentuar këtë ajet duke thënë: "Numërimi i ditëve vjen, edhe kuptimin dhe numërimin të çdo frymarrje të tyre në këtë botë." Dhe kur papritur të zgjohesh në atë botë, a e di me siguri se cilës kategori do t'i përkasësh? A do të fluturosh me dëshmorët që nuk ndjejnë më kur dhimbje, sepse sakrifikuan një jetë të tërë për Allahun, apo do të kalbesh në dhimbje me tiranët për të gjitha jetët që i bëre të mjerueshme në tokë? A do t'jesh me besimtarët e sinqertë që pushojnë në paqe, duke shijuar dhe pritur gëzim pas gëzimi, apo do të jesh me jo besimtarët dhe hipokritët, duke përjetuar një parapritje të ndëshkimit të përjetshëm? Ose ndoshta je diku në mes, një besimtar me tmeta, me përzierje të së mirës dhe së keqes, që do të paguaj për mëkatet e tija atje, ose do të shpresoj që Allahu t'i falë ato? Gjithçka do të bëhet e qartë në këtë stacion. Kjo është arsyeja pse Uthmani, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur qëndronte pranë një varri, qante derisa mjekra e tij lagej. Dikush i tha: "Kur përmendet parajsa dhe ferri, ti nuk qan kështu, por kur qëndron pranë një varri, pse qan kaq shumë?" Dhe ai tha: "Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Me të vërtet, varri është stacioni i parë i retit. Nëse aty shkon mirë, atëherë çdo gjë pas tij do të jetë më e mirë, dhe nëse aty shkon keq, atëherë çdo gjë pas tij do të jetë më e keqe. Dhe nuk kam parë kurrë diçka më të frikshme se varri." Por varri nuk ka pse të jetë vetëm një vend i të panjohur ose frikshme. Ai mund të jetë gjithashtu një vend prehjeje dhe shpërblimi. Për disa njerëz, varri është pushim. Ka thënë: "Nuk ka shtëpi më të mirë për një besimtar se varri i tij. Ai është çliruar nga problemet e kësaj bote ose nga ndëshkimi i Allahut." Për dikën nga ne që ka humbur dikë shumë të dashur në jetën tonë, jeta e varrit mund të jetë vendi ku më në fund do të ribashkohemi me ata që i kemi dashur aq shumë. Uthman ibn Sauda, Allahu e mëshiroft, tha se nëna e tij e dashur, Rahiba, Allahu e mëshiroft, i tha në çastet e saj të fundit: "Biri im, mos më harro, as në jetë dhe as në vdekje." Dhe kështu ai e vizitonte varrin e saj, ashtu siç vizitonte shtëpinë e saj kur ajo ishte gjallë dhe lutej për ta. Dhe pastaj një natë pa në ëndër, duke je bukur dhe po merrte dhurata të pafundme, rroba prej mëndafshit dhe parfume. Ajo ju drejtua atij në ëndër dhe i tha: "Jam e lumtur kur vjen të më vizitosh në varrin tim. Prandaj, mos ndalo së më vizituari. Por tani, mendo për varrin tënd, të cilin një ditë do ta vizitosh dhe do të jetosh në të për një kohë të pacaktuar. Si duket ai varr? Si ndihesh brenda tij? Si është aroma e tij?" Kur Abdullah bin Galib, Allahu e mëshiroft, vdiq, një aromë e mahnitshme doli nga varri i tij si mjegull me një herë sapo u varros. Pastaj dikush e pa në ëndër dhe e pyeti për atë aromë. Ai tha: "Ishte frymarrja ime dhe etja ime nga leximi i Kuranit." Kështu që ndërsa agjeron, mendoje aromën e shpërblimit që do të ketë çdo frymarrje jote si agjerues. Varri yt po merr jetë, është një shtëpi në ndërtim, një derë drejt një realiteti për të cilin shumica e njerëzve nuk duan ta mendojnë fare, ndonse është plotësisht i pashmangshëm. Pra çfarë ke ndërtuar që të pret atje? Dhe cilat përgjigje do të gjejmë nën sipërfaqen e tokës që do të na japin mjaftueshëm qartësi për ta kuptuar më mirë këtë botë të ashpër mbi të? Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, jo besimtarve, ai thot: "O Zoti im, më kthe. Ndoshta do të bëj vepra të mira në atë që kam lënë pas." Jo, është vetëm një fjalë që ai po e thot,
dhe pas tyre është një pengesë, berza, deri në ditën kur do të ringjallen. Kur'an, sure Muminun.